Mirë dita doktor, mirë se erdhët në sallë. Të flasim ç'do bëjmë që pacientin ta mbajmë gjallë. Unë them janë veshkat ose ndonjë tumor, për më tepër nuk e di të konsultojmë ndonjë doktor. Sa dete e dashur, sa shakatore je, po haron zemra ime që doktorat jemi ne? Ua qa thu më shok, hapi mirë ata vesh. Një herë jam komuniste, pastaj doktoresh. E di sa dete, mendon se dia, i dyti profesioni, e para është partia. Po qa ka ky? Dikush që ka kapur, se na mbeti gjithë ditën këtu me bark të hapur. Petriti vogël sa urt që porin. Pa na thuaj, ke ndonjë mendim se në shkollë ishe me 10, as në matematik, madje shkove dhe studiove në Bashkimin Sovjetik. E di shefi kirurg, por më quajnë taulan, dhe pse kam 10 vjeç shkollë, këtu më futën praktikant. Po hë pra, fol, na thuaj more trim, për pacientin ton, ke ndonjë mendim? Në fakt kam një të nderuar doktor, pacienti ju nuk ka veshka, as tumor. Le të themi se ku jemi dhe se ku qëndron problemi, kemi tjera simptoma, hematoma në këto zona, analizat që u solla del që ishte i koti, gjithë trajtimi, amputimi, bombardimi me antibiotik sistematike shumë kritik që ju i bët këtij pacienti mormi.